Në shkolla do të kisha dërguar patrullat policore. Me ligj prezenca e policisë në shkolla, ligji e ndala. Duhet ndrohet. Sa i përket arsimit dhe mësimit gjithditor, unë këto shkolla që kanë fillu tash me mësim gjithditor, do i kisha lënë le të vazhdojnë me të, por tjerë i kisha ndërprej me automatizëm, sepse spari nuk ka kushte, as elementare, as të personelit trajnum për mësim gjithditor. Nuk ka karrika, s'ka ushqim dur për nxënës, nuk janë trajnum personeli arsimor në mënyrë psikofizike, sa mujnë me menaxhu stresin e nxënësa, stresin e vetë e kështu me radhë. Dërsa sa i përket sigurisë në shkolla edhe pse prind paguajnë roje brenda shkollës, edhe pse ka, domethënë, siguritë policëve civil, unë do t'i kisha largu ata dhe në shkolla do t'i kisha dërguar patrullat policore, sepse tregon prezencën e pushtetit në ato shkolla. Dhe jam i bindur se ato shumë më shumë do të kishin pas efekt se sa policia civile që tash. Po nuk lejohet me ligj prezenca e policisë në shkolla, ligji e ndala. Duhet ndrohet. Do me ndru ligjin qendër, ti, sekretar komune i Prishtinës? Po, se gjatë bisedave me prind, do me thonë huligan ndryshëm kanë pas kontakte me policë civile dhe kanë kriju një lloj, si me thonë, shoqërie, kështu që nuk ka pas efekt. Faleminderit. Dërsa sa i përket policisë të uniformuar, po. Koha jote ishte kjo.